Përshëndetje në episodin e radhës. Përshëndetje edhe nga unë, një falenderim që na ndiqni. Siç e kemi premtuar, në çdo episod do të trajtojmë nga një temë ndryshe. Sot do të flasim për një temë që ka të bëjë me përdorimin e medikamenteve, sidomos të atyre medikamenteve që përdoren në shëndetin mendor dhe shpeshherë shkaktojnë edhe varësi, që do të thotë përdorimi i tyre nuk mund të heqësh dorë, por sigurisht që çdo problem ka një zgjidhje. Edhe për varësinë e tyre, se si të sillemi, si të veprojmë kur përdoren dhe kur duhet të ndërpriten, po flasim sot me Arianën. Është një temë vërtet interesante, sepse vështirësia e ne psikiatrëve është gjithmonë përballja e parë me pyetjen, do më kurosh, por a krijojmë varësi medikamentet që do marr? Që të jemi të sinqertë deri në fund dhe të themi gjërat ashtu siç janë, pa diskutim që tek ne ka medikamente të cilët trajtojnë shumë mirë problematikën, por që nga ana tjetër ka edhe të tilla, të cilat krijojnë varësi nëse abuzohen dhe përdoren pa kritere. Po, sigurisht. Janë sedativët, anksiolitikët edhe hipnotikët, pra gjumësjellësit, ata që janë përfaqësues të këtyre medikamenteve që krijojnë varësi dhe që në fakt ne i përdorim. Po. Pra, ata janë në protokolle, të gjithë këto medikamente janë në protokolle. Pavarësisht se ky është efekti i tyre, që ne duhet t'ja paralajmërojmë pacientëve dhe të tregojmë dyherë më të kujdesshëm vetë kur këto i prezantojmë, kur këto i përshkruajmë dhe i shoqërojmë dhe me këshilla të tilla siç dozazhi, pse përdoret aq sa duhet. Koha është shumë e rëndësishme, sepse përdoren 2 deri në 4 javë vetëm në raste ekstreme, mund të përdoren edhe më tepër. Dhe të gjithë kujdesin që pacientët duhet të kenë për çfarë këto medikamente nuk duhet të shoqërohen me të tjera substanca të tipit të drogave, të stupefacentëve apo të alkoolit. Kështu që që kanë një efekt sinergjik. Sinergjik edhe e shtojnë akoma më shumë efektet anësore. A mund të ndërpres pak do të thosh? Varësia, sigurisht njerëzit duhet dinë që nuk është se e përdora një javë, 10 ditë, 15 ditë dhe u bëra i varur nga ky medikament. Pra, ka periudha të caktuara ose abuzim, si mund të thuash, se zakonisht protokollet tuaja nuk parashikojnë një kohë derisa të arrijnë në varësi nga medikamenti. Është vërtet, sepse nëse isha duke dhënë një shembull, nëse dikush vjen me një çrregullim ankthi, atëherë, nëse ky ankth është shumë i shprehur dhe ka pak kohë që ka filluar, patjetër që duhet filluar me këtë klasë, të paktën për 2 javë, dhe pastaj, nëse ky ankth tamponohet, pra bllokohet aty, dhe pacienti mund të vazhdojë jetën e vet normalisht, është një betejë e fituar dhe nuk fillohet trajtimi sistematik i këtij problemi, sepse është bllokuar që në fillim. Që në fazën e parë. Pra, besoj edhe ju në urgjenci përdorni këto për këtë fazë. Për të gjitha agresivitetin, stresi, ankthi, histerike, ne i përdorim me njerë që i blokojmë, i qetësojmë për bllokimin e simptomatologjisë së shprehur. Pastaj, në qoftë se ky problem vazhdon, pra pavarësisht që ne e kemi dhënë këtë mjekim për ta tamponuar, por mbas heqjes së kësaj benzodiazepine, problemi vazhdon më tej, këtu kemi shenjat e ankthit të lullzuar, i cili do kur dhe trajtim. Dhe ky trajtim nuk krijon varësi. Zakonisht ne përdorim antidepresivët. Dhe përposa saj që thuhet unë jam me depresion, pse po më jep antidepresiv? Pyetja tjetër është, do më krijoj mua varësi ky antidepresivi? Antidepresivi nuk krijon varësi. I jepet sepse e kuron shumë mirë gjendjen e ankthit dhe jepet për periudha kohore më afatgjata, pikërisht sepse e kuron gradualisht deri në simptomatikën e fundit dhe pastaj reduktohet po aq gradualisht paralelisht me benzodiazepinën si fillim, sepse janë pikërisht këto benzodiazepina që minimizojnë, pra efekti tjetër i tyre, i dyti, është që minimizojnë shenjat
e efekteve të fillimit të antidepresivit që duket sikur Ashtë fillimisht përsore. e përkeqëson gjendjen Përkeqëson dhe këto benzodiazepina lehtësojnë këto simptomat e fillimit dhe përdoren gjithashtu për afate kohore shumë të shkurtra, 2 deri në 4 javë. Është shumë e rëndësishme fakti që përmendet pak më parë që dua ta risjell, fakti i një medikamenti, kur ka një efekt, nuk do të thotë që ka vetëm atë efekt. Pra, një antidepresant nuk është vetëm për depresionin. Pra, është një medikament që përdoret edhe në krizën e ankthit, pavarësisht se ti e quhen antidepresant si pacient, si qytetar, por që ka një veprim për shumë patologji të shëndetit mendor dhe ndërthurja e tyre me protokollet që bëni, këto janë të rëndësishme që ti dinë Patjetër. Unë do sjell një shembull për të qenë më i qartë. Vjen dikush me një çrregullim ankthi. Pra është tashmë një çrregullim ankthi i cili duhet mjekuar. Përveç se ne propozojmë një antidepresiv, i japim paralelisht edhe një anksiolitik, pra dhe një benzodiazepin. Kundër ankthit, anksiolitik që krijon varësi. Paralelisht. Sepse nëse në këtë rast do t'jepnim vetëm një mpirës të ankthit, pra vetëm një nga këto benzodiazepinat, ne këtë problemin që është tashmë i krijuar e mbulojmë. Edhe me bllokojmë për momentin. Thjesht nuk e shikon, domethënë nuk e percepton, por problemi është. Dhe fillimisht marrim pak benzodiazepin, e mbulojmë me një tyl. Pastaj do detyrohemi, problemi është po aty, dhe është në rritje akoma. Do detyrohemi të japim benzodiazepinën e dytë, dozën e dytë. Pastaj të tretën, të do të edhe më të lartë dozën. Kështu që efekti drog, njësoj siç i droguari shton dozën e drogës për të marrë të njëjtën kënaqësi që merrte më përpara, edhe një person që ka ankth dhe merr vetëm benzodiazepin, nuk bën gjë tjetër veç se mbulon. Që e bllokon për momentin, por problemi është aty dhe vazhdon dhe zhvillohet. Dhe kur ky person pastaj nuk mundet të marrë më sepse ka arritur në mbidozim, atëherë ka 2 probleme, dhe varësinë nga kjo benzodiazepina dhe problemin e patrajtuar vetin. Mangësin e patrajtuar, po. Kjo na ndodh shpesh ne në urgjencë, për shembull, kur vin pacient me ankth, me të ndjeshëm, siç thua ti zakonisht që personat që ta lexojnë shëndet mendor janë persona më të ndjeshëm dhe ashtu është. Vinë dhe kur vinë që i pyet që shikoj, ke pasur një herë tjetër, të ka ndodhur herë tjetër, ke marrë ndonjë gjë, të nxjerrin atë flakonçinon e një benzodiazepinë thotë që më ka thënë mjeku im, apo më ka thënë shoqja ime që ka një problem që sa herë të kesh këtë, merr 15-20 pika dhe unë e mbaj gjithmonë me vete. Sa herë më ndodh edhe në ambientin e punës i përdor. Dhe kjo, po sa kohë kam kaq muaj apo dhe ndofta edhe 2-3 vjet. Po kjo krijon një mundësi. Po t'i rikthehemi kohës më përpara, kur shkoje merrje në farmaci çfarë do lloj medikamenti që deshe, dhe këto benzodiazepinat ishin më të kërkuarat dhe më të abuzuarat, sepse siç the ti, me një fjalë goje, kjo më ka bërë mirë mua, merr edhe ti. Kjo krijoi pastaj probleme. Dhe kështu përgjithsua ideja që medikamentet që merren për shëndet mendor krijojnë varësi. Kjo është njëra gjë. Një tjetër gjë që ka kompromentuar këtë lloj këndvështrimi është që vjen e merr për shembull trajtimin, jo benzodiazepinën. Merr trajtimin me këtë antidepresivin, bëhet shumë mirë. Mas 4-5 javësh, unë jam shumë mirë, do ta lë fare. Hyn mami, motra, po gocë re, çuni ri, leje tash mjekimin. Nuk bëret i për ilaç. E ndërpret mjekimin aty dhe i fillon problemi nga fillimi, sepse s'ka bërë protokollin kohor dhe mënyrën se si duhet të reduktuar ky medikament. Dhe po ky person thotë që, shiko pra, ju na thoni që s'krijon varësi, unë e lash, edhe shiko, u bëra keq prap. Dhe është thjesht sepse nuk ka bërë kohën e dur, nuk ka bërë dhe atë reduktimin sipas një përshkallëzimi gradual deri në vërtetimin që ky medikament e ka kuruar tashmë këtë gjendje. Unë mendoj që është edhe marrëdhënia midis profesioneve ndryshme, midis psikologëve, psikiatrëve, apo dhe ne mjekëve të urgjencës, që një terapi, kur mbrin një terapi nga një specialist, siç është psikiatri në këtë rast,
duhet shkoj deri në fund, sepse po nuk mbaroj, është njësoj si antibiotiku, po se more një javë të paktë, nuk t'jep efektin. Dhe sikur mos e kur e fillon prezin nga e para. Dhe juve, qofse mjeku, psikiatër e ka dhënë terapin, do të thotë që e ka kaluar fazën e psikologut, e ka kaluar fazën e mjekut familjes, e ka kaluar fazën e urgjencës. Pra është një gjë kronike që ka ardhur dhe do të trajtuar. Deri në fund. Dhe po nuk është deri në fund, nuk shërohet. Është e vërtet. Dhe pastaj ajo që dua të tërheq vëmendjen më së shumti, shumë shpesh, duke qenë se edhe alkooli gjendet si një vetë zgjidhje e personit, që duke dashur që të mpi atë gjendjen e ngarkuar emocionale. Ta harroj, si i themi ne. Po që jo vetëm nuk zgjidh problem, po dhe ai krijon problemin e dytë, varësinë ndaj alkoolit. Aq më tepër nëse përdoren dhe benzodiazepina, kjo gjë rrit efektet negative dhe çon pastaj në probleme akoma më të mëdha, që nuk cënojnë vetëm shëndetin mendor, po fillojnë edhe pjesën e mëlçisë, multiorganor. Dhe bëhet multisistemik pastaj, dhe kështu që një vëmendje është edhe për çfarë alkooli mund të sinergjojë këto efekte negative të këtyre medikamenteve. Aq më keq pasaj kur shkojmë te një koleg tjetër, çaj ke këto ilaçe, hidhi këto, ku i ke marr? Patjetër. Këto marrëdhënie midis profesioneve është shumë rregull vet pastaj. Shumë mos ka përdor vetë alkool, po. Ato që mbase nuk e gjen problemin vetja. Po në qoftë se këto që janë përdorur jo nga specialisti, por nga vetë pacientët për një kohë të gjatë, benzodiazepina, themi siç thash rasti i atyre që vinë në urgjencë, që na kanë abuzuar, kanë një zgjidhje apo jo? Patjetër që kanë një zgjidhje, dhe ky është trajtimi i intoksikimit dhe pastaj i abstinencës. Sepse një person i cili përdor pa kriter, me doza dhe në kohë të gjatë këto klasën e benzodiazepinave, intoksikohet. Dhe vetë intoksikimi, po është një temë tjetër, ka trajtimin e vetë, dhe pastaj ky trajtim bëhet sepse personi i intoksikuar, nëse ndërpret me njëherë medikamentin, shkon në abstinencë. Po dhe kjo është një temë tjetër. A duhet ta ndërpresi një person, një pacient që ka përdorur për një kohë të gjatë benzodiazepinat me njëherë? Me njëherë nuk duhet të ndërpresi, sepse shumë krenohen që unë ndërpres këtë me njëherë. Është po prap mjeku që bën skemën, që ndonjëherë e markon me një medikament tjetër për të zbutur çfarë pikërisht kjo abstinenca që i ndodh edhe një të droguari, sjell akoma më shumë problematika që nuk e le personin të heqë dorë nga ky medikament, i cili krijon dy lloj varësish, dhe varësi psikologjike dhe varësi medikamentoze njëkohësisht. Kështu që prandaj bëhet dy herë më e vështirë heqja dorë vetë nga benzodiazepinat. Pra në çdo moment, vetëm jo vetëm te mjeku, po pikërisht tek specialisti. Sepse do një përshkallëzim sidomos, jo vetëm të llojit të ilaçit modern, por edhe të dozës, që duhet vi me ulje dhe do një kohë, nuk mund të bëhet sot me nesër ose brenda 2 ditësh ose dofta edhe 4-5 ditë ose një javë. Do kohën e vet. Jep shumë herë më tepër dëme. Ne do ja lejmë një temë tjetër këtë trajtimin e intoksikacionit dhe të abstinencës, sepse ato kanë shenja vërtet që duhet të kijem parasysh edhe nga çfarë ne kemi rrethohemi nga njerëzit tanë, sepse është klasa, vazhdon të jetë klasa që ka tendencën që të abuzohet, sepse akoma nuk shikohet me vëmendje dhe me rëndësi çfarë dëmesh mund të sjellë në organizëm trajtimi afatgjat me benzodiazepin. Është vërtet ajo që thoni që një temë tjetër do të jetë kryesisht për përdorimin e drogave. Ne kemi bërë, që kur në Itali kemi bërë një kurs të mirëfillt, jo vetëm për sa i përket varësisë, por dëmeve që ato shkaktojnë menjëherë në sistemin nervor qendror, që pastaj ka pasoja për gjithë jetën. Është një dëm i pakthyeshëm. Por me që po flasim për substancat dhe po flasim, na folet edhe për alkoolin. Po, e përmendëm pak. Le ta themi këtë barsaletën e radhës.
shkon te doktori, edhe midis gjithë problematikave që kishte parë, i thot, doktori thot, si është puna, i thot, fillon varësia që nga alkooli. Edhe tash s'merret vesh përdorin alkool, benzodiazepina apo çfarë përdorin. A mund të më thuash si mund ta dalloj një të dehur ose një alkoolist, i thon zakonisht në shoh. U thot doktori shumë e thjeshtë, i thot. Po i thot doktor, si e dallon ti thot. I shikon ato 4 mastet atje, po një i dehur do të thosh janë 8. Pa ai thot, o doktor, po 2 janë aty. Doktori pacient. Doktori pacient. Kështu që dhe ne doktor çokopim në një. Shifemi në episodin e radhës. Faleminderit gjithmonë.